Në fillim, nuk ishte asgjë, vetëm errësirë dhe mbijetesë. Çdo hap ishte rrezik, çdo frym ishte luftë. Por në këtë botë të egër, u ndez një dritë, një fillim, që do të çonte drejt rrënjëve të një populli, i lirt. Në natyrë, mbijetesa është instinkt. Mbështetet në shpejtësi dhe ndjeshmëri për të shpëtuar. Por përballë njeriut, balanca ndryshon. Gjuetia ka qenë gjithmonë pjesë e mbijetesës njerëzore. Në duart e saj, natyra bëhej ilaç. Çdo bim kishte një qëllim: për të shëruar, për të ushqyer, për të mbrojtur. Kjo ishte dia e lashtë, që mbante jetën gjallë. Në këto toka, ku sot jetojmë ne, jeta filloi shumë më herët se historia. Në male, në lugjina dhe pranë lumenjve, njeriu i parë kërkonte strehë dhe ushqim. Me gur në duar dhe instinkt për të mbijetuar, ai ndërtoi rrugën e jetës. Shekuj më vonë, në këto troje, do të lindnin popujt e lashtë, si ilirt, por gjithçka filloi këtu. Rruga është e rrezikshme, por ata janë pjesë e natyrës. Dhe natyra është gjithçka që kanë. Fjalori i tyre ishte i vogël, por çdo tingull kishte kuptim. Ishte paralajmërim. Rreziku po afrohej. Një moment mendimi. Një vendim që duhej marrë. Krrr. Tensioni rriti. Instinkti zgjoi. Dhe pastaj sulmi fillonte. Pas gjuetis, ata kthehen. Shpella është e vetmja streh. Era e mishit i tërhoqi, këmbët e lodhura i tradhtuan. Ujqit afrohen, pa za, pa mëshirë. Shpella është afër, por a do të arrijnë në kohë?
Ujë ku Alfa teston. Njeriu vendos. Ata dëgjojnë dhe reagojnë. Mbijetesa fillon tani. Zëri i tyre ishte arma dhe kjo mjaftoi. Alfa e kupton dhe zgjedh të tërhiqet. Në heshtje, tufa largohet. Rreziku kalon, por jeta vazhdon. Ai vëzhgon, sepse rreziku nuk largohet kur plotësisht. Zjarri ndizet, ushqimi përgatitet dhe jeta vazhdon. Nga ajo që natyra u jep, ata krijojnë gjithçka, edhe veshjen, nga lëkura e kafshëve, për të mbijetuar. Pasi zjarri ndizet, ushqimi përgatitet, mishi piqet dhe jeta vazhdon. Rreth zjarrit, ata gjenin forcë dhe bashkim. Zjarri jepte jetë dhe vallëzimi i mbante të lidhur. Ata nuk e sundonin natyrën, ata jetonin me të. Para fjalëve ishte vizatimi. Në muret e ftohta të shpellës, njeriu la gjurmën e tij për të mos u harruar.
Ata vizatonin botën që njihnin, por kuptimi i tyre ende nuk është zbuluar plotësisht. Ndërsa të tjerët flejnë, ai ruan. Historia filloi këtu dhe vazhdon ende.